Avokat, me kaq vite eksperiencë sa keni, por edhe ato që ju keni dëgjuar. A më jepni dot një rast kur dikush I ka falur dikujt një shumë kaq të madhe parash, apo edhe 1/10 e saj? Jo, nuk kam në një rast të tillë dhe edhe këtë që thuhet nuk e besoj. Atëre, që mendoj unë, me që më pyetët mua, edhe publiku atë do mendimin tuaj. Mendimi im është që aty zotërisë atje në Amerikë që s'ka as $5.000 nuk besoj të ketë në arkën e tij, në gjendjen e tij. Janë dhënë këto para, I kanë thënë nata ne thuaj që janë të mia. E kanë gabim. E di pse e kanë gabim dhe do koha do mbërtetoj. Zotëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vajte të marrësh një, ç'të them unë, edhe hua të marrësh nga unë tek ti, do t'i deklarosh dhe do thuash ku do I prishësh. Pra këta lek kanë ardhur nga Shqipëria. Absolutisht janë dërguar këtej, dhe nëse janë dërguar. Dhe kot janë dërguar se nuk do bëhet gjë. Dhe personi që I ka marrë do gjej belan. Personi që I ka marrë ato para, nëse I ka marrë, natyrisht nuk e di, do gjej belan me Shtetin Amerikan, me Policinë Federale Amerikane. Nuk të falë Amerika, zotëri. E keni fjalën për FBI-n? Thash për strukturat e Shtetit Afrikan që mbrojnë ligjin dhe ligjshmërinë. Nuk mund të ketë, nuk mund të bëj vaki, nuk mund të ndodhë që në Amerikë të dërgosh para ti dhe të mos I marrë para të diku një shtetas në një qytetar amerikan, I huaj apo I vendas, dhe të mos I deklaroj. Se do I thonë ku I gjete? Pyetja më I thjeshtë. Do vej FBI në syrin atij zotërisë ose në shtëpi ku është, dhe do t'i thonë hajde këtu ti. Ku I gjete këto para? Çfarë do thotë ai? S'ka sot. Pra është mashtrim. Ore këta përpunojnë opinionin publik, janë mjeshtra për propagandën, po e përsëris për të 100 herë. Mos I besoni o shqiptar, asnjërin as tjetër, janë komunistë shqiptar, të dy. Avokat, si mendoni që mund të jenë çuar këto lekë? Me transferta nuk besoj. Se do ishin të rregulla. Ato shkojnë me çanta diplomatike, përse vetë Fatmir Mediu se hajde Sulejmani sa e bëri mik dhe qenin, thot një proverb. Se hajde në Amerikë Fatmir Mediu. Ai bën ato, si çanta diplomatike nuk kontrollohen. Por personi që do I marrë dhe do I deklaroj, do thot ku I gjeti. Pra këta mbulojnë kokën e zbulojnë prapanisën si struci. Avokat, po SPAK-u, di ku është kompetenca për të hetuar, se nuk mund të hetojnë SBA SPAK-u. Jo, në SBA SPAK-u nuk jeton, por SPAK-u dërgon letër porosi në SBA për të hetuar çështjen. Dhe zgjidh problemin. Gjithsesi, për ta mbyllur këtë histori me këtë avokat, ju si mendoni kush është fundi? Do shkoj dikush brenda apo do dalin pa u larë siç kanë dalë deri tani gjithë tjerë që kanë lobuar në Amerikë? Sepse nga krahu tjetër është bërë nami për një pagesë $200.000, kurse këtu $200.000 është vetëm një muaj. Zotri, kësaj çështje do t'i çohet deri në fund. Kam besim absolut te Amerika. Kaq. Avokat, U them qytetarëve shqiptar që të besojnë tek ato që thonë Shteti Amerikan, që thonë përfaqësuesit e Shtetit Amerikan në Shqipëri. Kaq.